drejton, deri tash ishim në ferma komerciale. Kjo biofermë. Çka ndryshon, çka karakterizon, cilat janë përparësi, cilat janë malësitë e kësaj ferme? Kjo është ferma e parë për vizitës që po i bëjmë, fermë organike. Është fermë organike e certifikume. Ne e pyetëm pronarët se ku janë dallimet, cilat janë benefitet, cilat janë vështirësitë e funksionimit si prodhimtari organike këtë. Sipas tyre, ferma organike bazën e ka te prodhimi i ushqimit organik, të fillu prej sillazhës, barit, misrit dhe koncentratit ushqimit koncentruara që përdoren, gjitha janë organike në menyn e ushqimit lopëve. Mirë po, për momentin, sipas pronarëve, është disavantazh sepse për shkak që është rrit çmimi i qumshit, dallimi mes qumshit prej fermave komerciale dhe fermave organike është vetëm 3 cent. Dhe në këtë formë është goxha vështirë funksionimi, ndërsa në të kaluamën dallimi i çmimit ka qenë prej 20-25 cent prej fermave organike me fermat komerciale. Dhe nuk ja vlen barra qaran në këtë formë të prodhimit të qumshit. Realisht, sipas pohimit pronarit fermës, aktualisht ka shumë vështirë mbjetesën për shkak se kosti i prodhimit tij për kokë lope është shumë më e lartë në krahasim me kostin e prodhimit që kanë fermat komerciale. Mirë po ky po pret që me pas ndryshime sepse po thotë që rritja e çmimit qumshit është ndoshta e përkohshme edhe prap mu rikthye ai ndryshimi mes qumshit organik dhe i qumshit prej fermave komerciale. A ndryshon mesatarja produse për kokë gjedhit këtu krahasuar me fermat komerciale? Natyrisht që ushqimi organik reflekton sipas pronarit, rendimentin prodhues qumshit e ka prej 28 deri në 31 litra mesatare ditore për kokë të lopës. Nuk është ndonjë ndryshim shumë i madh i prodhimit në rendiment.